tek gjeneratat e reja është rrit vëdësimi dhe shpeshherë vinë në vizita sistematike për fëmijë për shkak të problemeve me shputën, sidomos me shputën e rrafsht, për shkak se është problem që është më shumë i prezant tek fëmijët. Llogaritet që pothuajse deri në 80% të fëmijëve të lindur kanë shputën e rrafsht. 80% të fëmijëve kanë shputën e rrafsht më njëherë pas lindjes, e cila nuk është diçka që na shqetëson. Deri në moshën 3 vjeçare, këta anglezët e kanë ndryshuar termin nga flat feet, që i vjen shputat e rrafshta, në fat feet, për shkak se llogaritet që pjesa poshtme e shputës ka më shumë endodiamore dhe normalisht që shputa duket më e rrafshtë edhe pse në realitet nuk është e rrafshtë. Deri në moshën 3 vjeçare llogaritet që është normale si shputë e rrafshtë. Ndërsa nga mosha 3 deri në 9 vjeçare, nëse shputa mbetet e rrafshtë, atëherë duhet bëhet një ekzaminim tek ortopedi për të parë cili është shkaktari i shputës rrafshtë. Ndikon deri në 25% të fëmijëve në këtë moshë, deri në moshën 10 vjeçare, prapë kanë shputën e rrafshtë, ndërsa tek adultët apo të rritunit 15% e njerëzve gjallë kanë shputën e rrafshtë. Nuk është ndonjë problem në këtë fazë, po mendoj që nëse problemi nuk shkakton dhimbje, nëse shputa e rrafshtë nuk është e dhimbshme, nuk është ndonjë problem i madh, por duhet të ekzaminohet nga ana ortopedit për të parë shkaktorë të tjerë të mundshëm, siç janë koalicionet tarzale apo mos shkputja të dy e më shumë kockave të shputës, e cila ndodhet kryesisht në adoleshentë, edhe e cila shkakton dhimbje dhe probleme më të tjeshme, edhe që dën trajtim në disa raste edhe kirurgjik. Doktor Berisha, sa është e rëndësishme të ekzaminohen me kohë nga ana e prindërve gjitha këto raste kur fëmijët, siç e thonë, në moshën e adoleshencës mund të kenë edhe këto konsekuenca, pasoja shëndetësore, që prindërit të kenë kujdes që të bëjnë kontrolla të tyre tek ju, tek ortopedët. Gjithmonë është më rëndësishme që nëse shputa e rrafshtës mbetet pas moshës 3 vjeçare, të bëhet një konsultë me ortopedin. Nuk është vetëm arsyeja e shputa, por për shkak në raste të kryen shputat e rrafshta, sidomos te hiperlaksaciteti ligamentar, kur fëmia ka të gjitha ligamentet më të lira, përveç shputave të cilat ikën në anën e jashtme, zakonisht në këtë rast të zhvillohen deformitete edhe të gjunjëve, edhe të shpinës për shkak të deformitetit primar i cili është shputa. Kështu që është më rëndësishme që pas moshës 3 vjeçare të bëhet një konsultë me mjekun ortoped, të shihet cili është shkaktari i shputës rrafshtë, pastaj të vendoset trajtimi adekuat. Siç thash, shpesh unë jam i ballafaqur me prindë që kërkojnë me ngulm që fëmia tyne të më shputa rrafshtë të përmirësohet me kalimin e kohës, kërkojnë çdo lloj trajtimi që ja të përmirësohet. Unë shpesh ju shpjegoj që shputa rrafshtë nuk është smundje vetvete. Duhet vetëm që të eliminohen faktorët cilët shpeshherë mund të shkaktojnë probleme. Siç thash, është koalicionet tarzale që mund të shkaktojnë dhimbje edhe deformitete rigjide të shputës që mund të pas probleme.